dhe për të qenë kaq shumë i qetë, me nerva të qeta, dhe ndonjëherë them me shprehjen time, se ne për këtë të kemi marrë për të marrë një çik, sepse Dalina m'ja lodhur nervat shumë. Me thënë të vërtetën, ajo puna dhe ajo orët e gjata të punës janë aq shumë të lodhshme sa kur shkoj në shtëpi ndonjëherë, nuk dua ta them, po e pranoj që jam aq shumë e lodhur edhe për t'u marrë me vajzën dhe për t'u përkujdesur dhe kur ajo kërkon të luaj, unë ndonjëherë them mama, Namla, vetëm të lutem të qetësohem 2 minuta dhe ajo nuk pret të qetësohet dhe pastaj hyn në lojë babai dhe i thot hajde me babin ti se luajmë dhe ky kur shikoj që luan aq shumë i qetë me atë dhe i thot kjo nuk bëhet kështu, po bëhet kështu, ndërsa unë dhe mos. Dhe ky thot mos i thuaj mos. Po do t'ja shpjegoj ndryshe, unë riti se ja shpjegoj unë, atëherë them, okay, e shikon që duhet një i vogël. Po është edhe natyra e tij. Unë them që më shumë janë nervat e qeta se sa natyra, se nuk ka njëri sot, nuk ka njëri Ti qetë. se që ai ka dashur që 27 vjeç, jo të gjithë duan që 27 vjeç fëmijë. Po. Kemi një në Vilneve që ai është 29, pa ai vdes për Fëmijë. bëj familje, po.